po ta shpjegoj pse është ndarë kjo përqindje kështu, Blendi. Pra kjo përqindje kështu është ndarë ose nga mos eksperienca e stafeve tona përkatësisht kompania e Zotit Pacolli është marrë më shumë me plotësimin e dokumentacioneve, dhe këta i kanë ndarë përqindjen e aksioneve, jo në bazë të investimit që ne do bënim, por në bazë të kritereve dhe të përqindjeve të punëve të... Po, ju i kishit kërkuar Zotit Pacolli që t'ishit 51-49, sepse ju tha 50-50, këmëtat. Po, si lejuot pasaj që ju të shkoni 2% nga 29% që kishit? Se ju mund të thoshit që unë me këto kush nuk marr pjesë. Pra, çfarë ka ndodhur mes jush? Jo, Blendi, ta spjegova edhe njëherë si ishte kjo 58-20 dhe 2%. Po. Pra, kjo nuk ishte ndarë në bazë të... Nuk ishte ndarë në bazë të... Sepse kompania, kur themelohet, ka një kapital 10.000 euro, Blendi. Dhe nuk ishte ndarë, pra nuk ishte prerë, po themi, që ne do të mbanim këto kuota deri në përfundim të aeroportit. Unë kisha një marrëveshje verbale me Zotin Pacolli. Po. 50-50, po themi, ose 51-49. Po. Po me marrëveshje me kompanin turke. Kishit në një marrëveshje ju apo Pacolli që ajo do largohej shpejt apo do rrinë? Jo, Blendi, nuk ka patur një gjë të tillë. S'ka pasur? Jo, nuk ka patur. Po në qoftë se kompania turke do largohej, ju do mbetesh... Blendi, unë jam dëshmitar i një mbledhje të aksionarëve e thirrur nga unë